Ja ta them unë pse ka. Sepse fakti ka treguar që sidomos në 5 vitet të fundit, ju thatë dhe gjatë, le të themi, gjatë pushimit të pjesëve, thatë që s'ka ECC mund të jetë manipuluar. Kjo është bindja jote. Jo, është bindja e vendimeve të gjykatave të Zvicrës, New Yorkut, Gjermanisë. Unë po e marr në qënë ata nuk i kanë konsideruar si provë, por si indicje për çuar tek prova më faltan. Unë po e marr në qënë si bindjen tuaj. Por fakti ka treguar që në rrjet s'ka ECC, kemi pasur dënime me vendime të formës së prerë. Dhe kjo vjen për shkak të vetëm mbi bazën e provave të skajit. Jo, kryqëzimit të provave. Do ishte absurde. Jo. Në botë flasim, këtu mundem të ndrohen provë, këtu do të dia. Flasim për atë që është kryqëzimi i provave. Pra, bisedat e SKECC dhe gjetja e provave në terren, pra që lidhen në këto biseda. Pra, në këtë aspekt, unë kam Tani kaluam në një temë tjetër, ajo e SKECC. Jo, nuk kaluam jemi ke Altin Doci. Po pra, dakord, po. Ajo është një temë që se kemi hapur ende, sepse akuzat me SKECC nuk i kemi diskutuar ende për Altin Docin. Ishim të akuzat me deklarimin e Nurettin Tumanit. Dosja e madhe e SKECC. Po pra, kjo është një dosje e tretë. Ju e dini shumë mirë që kjo nuk ka përfunduar. Pra, materialet që janë që vinë ko pas ko, dit pas dite, dhe që përëndojnë akuzat, ndaj këtyre personave. Të vendosim një tekst në një episod, po i qëndroj rastit të parë, arrestimit të Altin Docit, për shkak të akuzave për vrasjen e bërë nga i penduar i parë, Levi Salla, e cila doli që ishte e pavërtet. Dhe për këtë fakt, për këtë akuzë, ajo është shpallur i pafajshëm me vendim gjykatë, formës prerë. Avokatja tha këtë, nëse s'do kishim dëshminë e Dumanit më pas. Pas 2 vjetësh. Pas 2 vjetësh. Dhe nëse s'do kishim provën e të pavërtetës mbi akuzën e bërë nga Alla, do të ndodhte që Altin Doci do ishte dënuar vetëm mbi bazën e dëshmisë parë, pa u provuar që ajo dëshmi ishte e pavërtet. Nuk ndodhi, sepse doli një po mirë, atëherë le t'ja lëmë rastësisë, nëse do të dalë autori i vërtet i vrasjes Peqinit, dhe do të dalë flamurtar dhe thotë e kam bërë, unë nuk e ka bërë Altini, do ta lëmë jetën e Altinit përsëri në dorën e kësaj ngjarjeje. Këtu është diskutimi që ne ngram. Jo, absolut. Unë për mendimin tim, unë nuk them kur bëri mirë Shuarratis, sepse nëse do të kishte pasur durimin me kohën, do të kishte dalë i pafajshëm, por unë kuptoj që nuk ka patur më as durimin dhe as besimin në sistem. Unë them që bëri mirë, sepse me akuzat që ka dhe ato që mund përvojë, dënimi mund tjetë aq ekstrem sa që dhe ju unë e kuptoj që ju nuk e keni fare konceptin e prezumimit pafajësisë. Sepse në momentin që ju diskutoni mund të dënohej, automatikisht e shifni nga minus infinitit çështjen. Po ne diskutojmë sot në gjendjen që jemi, dhe në gjendjen që jemi, procesi plumbiar deri në këtë moment ku janë pyetur pothuajse të gjithë dëshmitarët e tjerë përveç bashkëpunëtorëve të drejtësisë, pra janë pyetur të parët bashkëpunëtorët e drejtësisë,